Sulmet izraelite vranë të paktën 60 persona në të gjithë Gazën, të hënën në disa nga sulmet më të rënda në jap të tëra, ndërsa zyrtarët izraelit pritet të mbërrin në Washington për një nismë të re në pushimin e presidenti amerikan Donald Trump. Një ditë pasi Trump bëri sirrje, bëni marrëveshje në Gaza, Kseni Pengjët, ministri i çështjeve strategjike të Izraelit Ron Dermer, një njeri i besueshëm i kryeministrit Benjamin Netanyahu, po udhëton për në Washington për bisedime mbi Iranin dhe Gazën, sipas një zyrtar izraelit dhe një burime të njohur me çështjen. Dermer pritet të fillojë takimet me zyrtarët e administratës Trump të martën sa burimi në Washington, por në terren në enklavën palestineze nuk ka shenja të ndalimit të luftimeve. Ushtria izraelite lëshoi urdhër evakuimi për banorët në lagje të shumta në pjesën veriore të rripit të Gazës, duke shkaktuar një val të rish vendosjesh. Shpërthimet nuk u ndalën. Ata bombarduan shkolla dhe shtëpi. Dukesh si tërmete sa një 60 vjeçar, babai i 5 fëmijëve nga qyteti i Gazës. Në lajme dëgjojmë se një armpushim është afër në terren shohim vdekje dhe dëgjojmë shpërthime, shtoi ai. Tanket izraelite hynë në zonat lindore të periferisë Zeiton në qytetin e Gazës dhe bombarduan disa zona në veri, ndërsa avionat bombarduan të paktën 4 shkolla, pasi urdhëruan qindra familje që stroheshin brenda tyre të largoheshin, sa banorët. Të paktën 58 persona u vranë në sulmet izraelite të hënën, thanë autoritetet shëndetësore, përfshirë 10 të vrarë në Zeiton dhe të paktën 13 të vrarë në jugoperëndim të qytetit të Gazës,